Banorët e fshatit Nikoliçe në bashkinë Hasa prej vitesh e presin ndërhyrjen në infrastrukturën rrugore pasi rruga që lidh fshatin me qytetin e Kumës, por sidomos unaza e brendshme e fshatit ndodhet në gjendje të rënduar duke vështirësuar qarkullimin e automjeteve dhe lëvizjen e përditshme të banorëve. Bëhet fjalë për një segment rrugor prej mbi 7 kilometrash i cili sipas banorëve prej më shumë se 4 dekadash nuk ka pasur asnjë investim serioz. Amortizimi i rrugës është kthyer në një problem të vazhdueshëm për komunitetin, sidomos gjatë stinës së dimrit dhe në ditët me reshje ku qarkullimi bëhet edhe më i vështirë. Rruga, për shikoni edhe vetë, s'ki ku mja në gjitë fjallën, çdo këtë komunë, çdo këtë bashkie, po, thojnë, vetë rruga është problemi që nuk ka, edhe një ka ofër asfaltit që jenë vetëm pleq, edhe ofër spitalit. Sa ka qenë dikur Nikoliçi me banorë? 300 banorë, mbi 300. E tash? Mbi 300. Tash të ka ra, fëmijë shkolle jenë me gjatë vëgjat, me mund bënja 50 nxancë. Me gjatë. E banorë mund t'jenë gjysma? Banorë mund t'jenë gjysma, banorë mund t'hamë. Nuk mund e ka ma frasisht, po. Rruga, shfati për shembull më lidhet më afër me qytetin. Ka më zhvillim më masë. Me vlarën e lidhën golajt e kështu, këtë. Ta afër po. Sa kilometra vjen? 7 kilometra është këtë në ose, qëto, Nikoliçe. Ata një pasagjerë më, 5, sa më shumë. 11 kilometra rrugë. Me një pak me fat bon, pak shumë më zhavar me fa bon. A vin turista këtu se duket shumë vend i bukur këtu, besoj? A më konë si dojnë në të njanë, po, si nga rruga. E pengon edhe turizmin, zhvillimin e turizmit. Shumë, më konë në ka bjeshka me banës. Rruga për i shkret, a boj bret. Me bona i kanal të mirë edhe ujtë ku po vje shi, po na vjen vëllë e mranë në kanë hinë gati. Ujtë. Ta shti së shka bani ju, dini po, mira me nërejsh rrugën e me bona i kanal të mirë, se ta shti na met, na që ka kina dollë, që ka nelë, s'po na shek kush, as po vje kush, as... Sa koha që kjo rruga që shtu? Rruga? Që sa koha që 40 vjetë që ka marrë. Që 40 vjetë që ka marrë Nikolik, që është rruga? Për faqët zezë. Kam ble një makinë 3 milioni gjynë, copa gomet për ditë për i prishe. Janë bërë i parime, një tra një shi, prapë shkon në gjenën e përpashme, është folë se do shtrohet, për këtë vetë është lafi, është premtimi. Inshallah mbahet, a i premtim. Është mirë, për gjithë këtë fshat, ka shumë banor, këtë fshat, nuk është që me thonë ashtu. Me pak që s'ja vlen mu bo kjo punë, kjo punë ja vlen shumë, njeriu, kur nuk ka rrugë edhe ujë, nuk ka që atë këkojnë aty. Edhe këto kanë ndiku për largimin e njerëzve. Që tam tash, kjo janë punë që duket. Nuk zdi që tam më shumë. Çdo ditë e bëni apo kur keni ne? E bën çdo ditë edhe 2 herë. Në rast emergjente si çish veproni? Në rast emergjente pas, në rast shëndetësor, në rast O me shkatru makinën, të hec, ose me thonë ati s'mujt prit, mos dalin shpirtin njerë, se kemi këtë rrugë. Mungesa e infrastrukturës rrugore sipas vetë banorëve ka ndikuar drejt për drejt edhe në braktisjen graduale të fshatit. Rrugë një, ujë 2 këmi, s'kom pos, asë njënë. Problema këto përpje që zbat, va. Që këto përpje zbat, va. Një shukur 2 centim borë më ra, vesh me traktor më garë. Për që të rrugë për ujë kina i këtë ideal, kina shku në plan, se as rrugë, as ujë, shka me bënë 2 pleqë. Sa e vështirë është jetesa mungesë të infrastrukturës rrugore? Shumë e vështirë është, se katonë Nikoliçit s'ka pas rrugë si ka hi asherë. Që do për pjesë as traktorës. Mos i dhe mos
te shkolla e Knej. Nga ana tjetër, Bashkia Has bën të ditur se tashmë është hartuar një projekt për rekonstruksionin dhe asfaltimin e rrugës së fshatit Nikoliç. Sipas së bashkisë, investimi me fondet e saj pritet të realizohet gjatë këtij viti, çka shihet nga banorët si një hap i shumë mirëpritur për përmirësimin e jetesës dhe rikthimin e vëmendjes ndaj zonave rurale.